Kur Tesa u nis për një zhytje të vetme në një vend jashtëzakonisht të rrezikshëm, ajo ndihej e përgatitur për çdo gjë që mund të ndodhte. Por të sulmojë nga një oktapod gjigant i tërbuar nuk ishte në listën e parashikimeve të saj. Dhe e ndonë se krijesa fatmirësisht nuk po përpiqej ta hante, nuk dukej se do ta linte rehat së shpejti. Tesa filloi të notonte drejt sipërfaqes me gjithë fuqinë që kishte. Duhej të largojë që andej, por dukshëm ishte tepër vonë. Ajo ndjeu tentakulën e parë që u mbështoll rreth këmbës. Si mund t'ja kalonte me not një oktapodi të kësaj madhësie nën ujë? Tesa ndjeu se po tërhiqej përsëri poshtë dhe u përpoq me mishe me shpirt të qëndronte e qetë. Paniku nuk do ta ndihmonte as pak në këtë situatë. Ajo e dinte se duhej të priste mundësinë e saj dhe ajo erdhi. Ajo arriti të dilte në sipërfaqe, por oktapodi nuk po e linte të qetë as aty. Pse u nis ajo në këtë udhëtim zhytjeje e vetme? Çfarë donte oktapodi prej saj? Pse ishte ai aq i vendosur? Dhe a do të mundte Tesa ta shpëtonte e gjallë? Gjatë udhëtimeve të saj 21 vjeçare, Tesa kishte dëgjuar shumë gjëra për një vend specifik. Ndodhej në një shtet shumë të largët, ku kishte zona me rryma të forta, shpella nën ujore, labirintike, krijesa helmuese dhe kafshë të mëdha e të rrezikshme. Çdo kush që tinte qoftë edhe gjën më të vogël për atë vend, i thoshte, mos u zhyt në ato ujëra. Tesa kishte vizituar shumë vende, por ky nuk ishte një prej tyre, dhe tani ajo ishte e vendosur fort për të shkuar atje. Edhe pse të gjithë e paralajmëruan, ajo ishte e bindur se do të zhytej në ato ujëra të rrezikshme. Nuk do të zbrapset nga thashëthemet dhe rreziqet e thjeshta e të pakuptimta. Ajo nuk është si të tjerat, ajo është ndryshe. Prej vitesh, Tesa kishte qenë një kërkuese e emocioneve të forta. Për të, ndjenja më e mirë ishte ajo e adrenalinës që i rrithte në vena. Kur u zhyt për herë të parë në një liçen pranë shtëpisë së saj, ajo ndjeu ndjesinë më të madhe të jetës. Me kalimin e kohës, ajo mori një licencë zhytjeje. Vizitoi shumë vende anë mban botës dhe notoi në vendet më të rrezikshme. E megjithatë, ajo kur nuk mund ta shuante etjen e saj për rrezik. Kjo është arsyeja pse ajo vendosi të shkonte në këtë pikë zhytjeje. Edhe pse i pëlqente rreziku, ajo nuk donte të vdiste, kështu që ajo shkoi atje në verë sepse pikat e zhytjes priren të jenë plot me njerëz në atë sezon. Kjo do të thoshte se ndihma mund t'i vinte shpejt. Por kur ajo mbriti më në fund në atë vend, pritshmëritë e saj u thyen. Njerëzit ishin në plazh, anijet mund të shiheshin larg në horizont, por askush nuk po zhytej. Ata që guxonin të futnin këmbën në ujë, nuk largoheshin shumë nga bregu, askush nuk e kishte ujin mbi bark. Tesa me siguri ishte i vetmi personi interesuar për të zhytur vërtet atje. Mendoj se thashëthemet janë të vërteta atëherë, mendoi ajo me vete, duke parë valët dhe familjet që luanin në plazh. Adrenalina i mbushi trupin teksa pyeste veten se çfarë mendonte çdo person për këtë vend. Çfarë do të mendonin ata kur të shihnin atë duke u zhitur? Nuk ishte e vështirë për Tesën të imagjinonte pse nuk kishte zhytes atje. Rreziqet që fshiheshin në ato ujëra ndoshta frymëzonin frikë. Pas pak, ajo shkoi në hotel. Atje ajo kontrolloi dhe organizoi të gjithë pajisjet e saj të zhytjes, i kishte gjërat në rregull. Megjithatë, asaj i duhej ende të blinte disa mjete të vogla nga një dyqan lokal. Ata u përpoqën t'i faturonin një çmim skandalos, por ajo arriti ta binte shitsin t'ia shiste artikujt me vlerën e tyre normale. Paraja zgjidh çdo gjë, mendoi Tesa me vete. Ajo kishte një sasi të konsiderueshme parash të gatshme dhe ishte e gatshme të shpenzonte shumë vetëm për të zhitur. Edhe me të gjitha pajisjet e nevojshme të vlera dhe të rregulluara, Tesës i duhej ende të shkonte në zonën aktuale të zhytjes. Për këtë, ajo kishte nevojë për një varkë dhe një udhërrofyes që njihte vendin mirë. Ajo nuk mund thjesht të shkonte në plazh dhe të notonte deri atje. Ishte shumë larg dhe do t'i shpenzonte energjinë. Përveç kësaj, pajisjet e saj ishin shumë të rënda. Ajo kishte nevojë për një automjet. Dhe kështu, ajo shkoi në portin lokal duke kërkuar një pronar varke, peshkatar ose çdo që ishte i gatshëm ta çonte në zonën e zhytjes. Nuk ishte aq e lehtë sa mendonte. Ne nuk shkojmë atje, zonjush. Vendi është i mallkuar. A jeni e çmendur? Asnjë shpirt i vetëm nuk donte ta çonte Tesën atje, pavarësisht se sa para ofronte ajo. Intuita i thoshte, deri në tentativën e 20 për të pyetur dikë, ajo po ndihej shumë e frustruar. Pse nuk më çojnë atje? Nuk është se do të zhyten me mua.
Nëse mendojnë se është aq e rrezikshme, mund të rinë në varg dhe të më presin mua atje. Tesa mendoi se dërgimi i saj atje nuk do të vinte askënd në rrezik përveç asaj. Nëse askush nuk është i gatshëm të vi me mua, foli ajo me vete, duke numëruar paratë, do të shkoj vetë. Tesa mori me qira varkën dhe motor për ditën tjetër. Edhe pse u përpoq shumë, nuk gjeti dot udhërofyes. Ishte mëngjes kur ajo mori të gjitha pajisjet dhe furnizimet e saj në port. Ajo mbante një hartë me vete për të gjetur pikën e zhytjes. Kur ishte gati të ndiste varkën, ajo pa përreth. Vetëm disa varga ishin mbi ujë dhe askush nuk ishte në plazh. Tesa ndjeu një val emocioni. Fakti që askush tjetër nuk zhytej atje sugjeronte se fundi i detit mund të ishte i mbushur me artefakte të paprekura. E udhëhequr nga harta dhe kurioziteti, ajo arriti në vendodhjen e shënuar. Adrenalina i vëshoi teksa veshi pajisjet dhe hyri në det pa hezituar. Ajo që e priti poshtë ishte ndryshe nga çdo gjë që kishte parë ndonjëherë. Bota në New York ishte e gjallë dhe vibruese. Shkolla peshqish lëviznin lirshëm rreth saj, të pafrishëm. Më thellë, ajo vuri re formacione masive shkëmbore të mbuluara me koloni koralesh të shëndetshme. Mungesa e pranisë njerëzore kishte lejuar natyrën të lulëzonte e paprekur. Tesa filloi të dyshonte se rreziku rreth kësaj zone ishte i egzageruar fillimisht për të mbrojtur këtë parajs nga shkatrimi njerëzor. Ajo vlerësoi dhe u zhduk kur ndodhi diçka e papritur. Teksa ekzaminonte një koral nga afër, fluska u shfaqe nga poshtë një shkëmbie aty pranë. Instinktivisht ajo u përpoq të notonte mbrapsht ndërsa zemra i rikte fort. Pastaj e pa, një oktapod masiv doli nga një hapje errët në shkëmbinje, me tentakulat e tij të gjata që hapeshin me shpejtësi. Ai lëvizi më shpejt se sa ajo e parashikonte. Një tentakul u mbështoll fort rreth këmbës së saj, e ndjekur nga një tjetër që i kapi pulpën. Ajo përpoq poshtë me një forcë tmerruese, e tërhequr më thellë. Tesa kuptoi shpejt se luftimi me forcë nuk do ta lironte. Me këmbët e lidhura, por duart ende të lira, ajo kërkoi për diçka që mund të tremte krijesën. Duart e saj arritën pas te bombola e oksigjenit. Duke vepruar shpejt, ajo shkëputi njërin nga tanket. Ajri shpërtheu nga tanku me një forcë të fuqishme drejt oktapodit. Shpërthimi i papritur e trembi krijesën dhe brenda pak sekondash oktapodi e lëshoi atë. Ajo nuk humbi kohë për të ikur. Rezerva e saj e ajrit ishte rrezikshmërisht e ulët. Tesa notoi dritë sipërfaqes sa më shpejt që trupi i saj e lejonte. Ajo e dinte rrezikun e ngjitjes shumë të shpejt, por mbi Tesa nuk i linte alternativë tjetër. Mushkërit po i digjeshin, së shpejti ajo pa konturin e një anije sipër saj, por sa më afër notonte, aq më shumë e kuptonte se anija ishte shumë e madhe. Sidoqoftë, ajo ishte e sigurt se kushdo që e zotronte anijen do të mund të ndihmonte. Tesa do të kishte nevojë për çdo ndihmë, sepse oktapodi ishte i rimëkëmbur dhe po vinte përsëri për të. Me një vrull të fundit fuqie, ajo doli në sipërfaqe dhe mori frymë dëshpërimisht. Ajo doli pranë një anije të madhe dhe u kap pas anijes së saj pa hezitim. Teksa po ngjitej lart, paniku u rikthye kur njeu shtrëngimin ndërmues të oktapodit që ju mbështoll rreth kyçeve të këmbëve edhe një herë, duke i tërhequr drejt ujit. Tesa hoqi maskën nga goja dhe bërtiti për ndihmë. Dy anëtarë të ekuipazhit dëgjuan klithmën e saj dhe nxituan në buzë të kuvertës. Njëri prej tyre reagoi menjëherë. Ai zbriti drejt saj me thik në dorë dhe preu tentakulat e oktapodit. Rezistenca e papritur mjaftoi. Krijesa e lëshoi dhe u tërhoq përsëri në thellësi. Tesa u shembën në momentin që u lirua, e pavetëdijshme nga raskapitja dhe sëmundja e dekompresimit. Ekuipazhi e ngjiti në bord dhe e vendosi në një shtrat teksa anija u kthye drejt bregut. Kur Tesa më në fund të rifitoi vetëdijen, ajo shpjegoi gjithçka. Ajo kishte menduar se paralajmërimet ishin vetëm për rrymat apo peshqit helmues, kur nuk kishte imagjinuar një oktapod gjigant. Kur kapiteni dëgjoi dëshminë e saj, reagimi i tij ishte shumë i ndryshëm nga të tjerët. Ai e dinte saktësisht se çfarë kishte hasur ajo. Kapiteni kishte kaluar vite duke lundruar në ato ujëra dhe ishte një nga njerëzit që përhapte paralajmërimet për të mbajtur zhytësit larg. Shpellat, shpjegoi ai, nuk ishin vetëm të pasura me korale, ato ishin vende mbarshtrimi për oktapodët. Oktapodët, femra lëshonin vezët e tyre thellë brenda shpellave të ngushta dhe i mbronin ato në mënyrë agresive nga çdo gjë që afrohej.
Ky ishte rreziku i vërtet. Vendasit e mbanin të vërtetën të paqartë me qëllim. Nëse peshkatarët do ta dinin se zona ishte vend mbarështimi, ata mund t'i gjuanin oktapodët dhe të shkatronin ekosistemin. Thashëthemet ishin më të sigurta se faktet. Tesa i kishte injoruar paralajmërimet dhe kapiteni ndjeu pak simpati për të. Në sytë e tij, ajo kishte vënë në rrezik edhe veten edhe kafshët. Pas kontrollave mjekësore, Tesa kuptoi se ai kishte të drejtë. Kurioziteti dhe besimi i saj ishin kthyer në pakujdesi. Nga ajo ditë tutje, Tesa zgjodhi të zhytej vetëm në zona të miratuara dhe pranoi të ndihmonte në përforcimet e paralajmërimeve për ato rajone, për të siguruar që asnjë tjetër nuk do të sulmohej dhe që oktapodët e vezët e tyre të mbeteshin të mbrojtura.